Në një situatë që po përshkallëzohet me shpejtësi, Izraeli ka shpallur gjendjen e emergjencës pas përhapjes masive të zjarreve që kamerët dhe avionët cistern janë vënë në përdorim për të shuar vatrat më të rrezikshme. Por përtej kushteve klimatike, kryeministri Benjamin Netanyahu ka ngritur alarmin për mundësinë e zjarrvënieve të qëllimshme. Ai ka kërkoi me një valë të nxehtë të pazakontë. Prioriteti ynë absolut tani është mbrojtja e Jeruzalemit, u shpreh Netanyahu, duke kërkuar ndërhyrje urgjente nga agjencitë e sigurisë, por është ndaluar nga policia, pasi u gjetën materiale të dyshimta që mund të përdoreshin për zjarrvënie si çakmak, pambuk dhe substanca lehtësisht të djegshme. Policia po heton nëse ai është i përfshirë në incidente të qëllimshme që lidhen me përhapjen e zjarreve. Mediat izraelite raportojnë se situata po ndryshon orë pas ore dhe se disa komunitete janë tashmë të izoluara nga flakët, ndërsa aktivitetet publike dhe eventet festive janë anuluar për arsye sigurie. Kjo ngjarje ka nxitur edhe një herë debatin për kapacitetet reaguese të autoriteteve në raste të fatkeqësive natyrore, si dhe për mënyrën se si tensionet politike në rajon ndikojnë edhe në çështjet e sigurisë mjedisore.